Gjatë kësaj periudhe, agjencitë turistike që operojnë në Kukës po regjistrojnë një interes të shtuar për rezervimin e biletave nga emigrantët kuksian, të cilët dëshirojnë të kalojnë pushimet e gjatë sezonit veror në qytetin e lindjes. Kështu shpreh Klodiana Visha, operatore turistike. Për sa i përket lëvizjeve të emigrantëve drejt Shqipërisë, rezervimet kanë filluar për gjatë verës, sezonin e verës kanë filluar që në dhjetor që vjet, për të kapë ndonjë ofertë ndoshta më të mirë sesa kur të afrohet ditët e pushimeve. Ndërsa është edhe periudha e prillit, që janë festat e Pashkëve dhe që ka lëvizje shumë dhe do ketë. Që po vinë, domethënë shqiptarët e Gjermanisë, Italisë, edhe të Anglisë, edhe nga Amerika, po lëvizin me rastin e këtyre festave. Përveç emigrantëve, sipas saj, shumë banorë të Kukësit kanë shfrytzuar mundësinë për të udhëtuar në vendet e tjera, kryesisht në Shtetet e Bashkimit Evropian, por edhe në Amerikë.